Komani është një ndër vendbanimet e lashta e lidhjet. Me emrin e tij lidhet kultura e ershme arbrore që lullzoi në Shqipërinë e Veriut e të Mesme në shekullin e 6 dhe të 8. Materialet e gjetura nga kërkimet arkeologjike, si dhe dëshmitë e shkruara, tregojnë për një nivel të lartë të zhvillimit të banorëve të këtyre zonave. Pozicioni gjeografik, format e relievit e kanë bërë Komanin pothuaj në të gjitha periudhat të jetë një nyje lidhëse në mes pjesës perëndimore bregdetare me Kosovën dhe Malsitë Veriore. Gryklugina e Komanit është nga më të bukurat e vendit, në veçanti pas formimit të liqenit të hidrocentralit të ngritur në grykën e Melgunit. Midis grykave të shumta lumore të vendit tonë, ajo paraqitet Dhe ujim është I përmendur për humnerat të thella ndër banorët e malit e të fushës, deri në det. Mramjeve atje dëgjohet klithma grishles të nërkthethëra të Shqipës, e shpirti I saj u flejohet hijeve. Atje lot drita në sytë e njerëzve tash e parë, e epshet si një kurkush me emën. Shpagimi me gjak është, për shembull, gjarpën në ngurë, e gjarpë një vetë në qenë ka më në femne, në rrugën e bardhë, ose të kuqe. Në muzgat e secili prek ballin e vetë, e nin nërgisht afidhin e jetës, e gëzohet.
misioni keni? Unë punoj me fëmijë shtëpi fëmijës. Sa kohë keni që keni ardhur? Sa kohë? Po. Unë jam këtu vetëm 3 muaj edhe unë do të rri këtu për një vjet. Tani anglisht, sepse shprehem më mirë. E gjithë kjo panoramë është shumë e bukur e mrekullueshme. Perëndia ka krijuar këtë për njerëzit që ta shijojnë. Koloradoja shqiptare e Komanit ndërpritet nga një sër grykash, secila më e bukur se tjetra. Dallohen grykat e djathta, si ajo e Nikajt, Lesniqes, Lumit të Shalës e tjera. Krijimi i liçenit u ka dhënë atyre pamjen e fjordeve. Spikat në veçanti ai i Lesniqes, që emërtohet se qafja e Drinit. 10 kanjone, fjorde, ndodhen në 6 kilometra të kësaj gryke. Legjenda dhe gojdhana të shumta janë ngritur për këtë zonë. Studiusja e shquar angleze, mikja e shqiptarëve, Edith Durham, në veprën e saj Brenga e Ballkanit, ndër të tjera shkruan në vitin 1905. U nisëm në 4 të mëngjesit. Ngjitja ishte shumë e përpjet. Sa po arritëm në maj, rruga u bë shumë e mirë. Ecnim në hapësirat e mërturit përmes një pylli me ahe gjatë faqes së malit. Tutje në të majt, rrithte Drini me malet shkëmbore e të thata të toplanës. Gjatë rrugës në pyll, pam një gur të madh. Për të kishte një legjend. Një vajzë që na ishte aq e mirë, pothuaj shenjtore, kishte bërë bese do të çonte atë gur në kishën e Berishës. Me ndihmën e mrekullisë, ajo e mbajti një rrugë të gjatë. Por këtu në pyll ajo dëgjoi melodinë e fyellit të një bariu, ngriti syt dhe e pa. Djaloshi ishte i pashëm. Ajo harroi ato punët e shenjta që i kishin marrë mend dhe e pushtuan tani mendime toksore. Shkëmbi i ra nga kurrizi dhe kur u përpoq ta ngrinte përsëri, e pa se i kishte ikur fuqia dhe guri mbeti aty ku është edhe sot e kësaj dite. Gojdhanat edhe legjendat kanë kaluar nga brezi në brez. Ato edhe sot ruhen në kujtesën e banorëve të këtyre anëve. Jani Ramaj, ky banor breg Drinas, njëkohësisht edhe marinari më i vjetër i këtij liçeni, tregon. Tani jena në zonën e si është mesi i liçenit, ku përballë të plana me mërturin. Janë fshatra të thella, malore. Një sëri që më tregon një plak i kësaj zone, thotë që kishte ra në markun në breg liçenit, edhe i thret Vasha, prej maton krahut tjetër nga të plana, i thotë, o Mark, ku je, më thotë, i thret ajo, thotë, po këte jena, thotë, ti ma kalosh, thotë, kulmin e Drinit, thotë, pa ta me ta falë dritën e synit. E kështu që Marku fut për mes valave dhe dole u takuar me Vashën atje dhe janë takuar, janë martuar, është i fisi tërë prej. Kushtet natyrore dhe relievet tepërta ashpra nuk janë bërë pengesë në popullimin e këtyre zonave në të gjitha etapat e historisë. Midis fshatrave të banuara, sot përmendim fshatrat Breglumi, Tetaj, Markaj, Palç, Salc, Bris, Toplan, Arës dhe Qeret në të djathtë dhe Apripën e Mërturit, Berishën e vogël, Arzën, Millën, Bushatin, Buzhalën nga e majta. Ato varin mbi këtë gryklugin, duke pasur trajtën e balkoneve natyrore me bukuri të pashoqe. Toka bujqësore është mjaft e kufizuar dhe me shtrirje fragmentare të taracave.
Në ekonominë e këtyre zonave, vend të rëndësishëm zën blegtoria në veçanti, mbarshtrimi i dhive që i përshtaten mjaft mirë kushteve të këtyre mjediseve. Me formimin e liqenit të Komanit është zhvilluar edhe peshkimi. Gjithashtu, është bërë e mundur lidhja në mes fshatrave me anën e mjeteve lundruese. Këtu vinë për nga interesat nga matë, është me vinë për interesa ekonomike, vinë shumë biznesmen janë të interesuar për lëndën e dronit, për mineralet, vinë turist, për shembull për dalë në Valbol, se vinë me kanë si pikë të preferume, edhe për vende të tjera, vinë gjatë dimrit, vjetë kanë ardhur dhe grupe skiatorësh, vinë edhe njerëz për të lundruar me kështu me varka, çana të varka të shpejta. Njerëz që u intereson peshkimi deri diku. Interesat janë të larmishme, të ndryshme, edhe kryesisht për këta. Krijimi i liqenit të Komanit ka mundësuar edhe transportin në mes Tropojës dhe malësisë së Dukagjinit, i Ballës, me pjesët e tjera të vendit. Tashmë Thethi, Valbona, Alpet shqiptare janë të pushtueshme në çdo stinë, pasi këtë gjë u mundëson liqeni i Komanit. Gryklugina e Komanit me drejtimin e saj ka ndikuar fuqishëm në tiparet klimatike të zonës. Ajo luan rolin e një korridori rrymash ajrore që shpesh përplasen njëra me tjetrën. Përgjithsisht, këtu klima është mesdhetare malore, me dimër të ftohtë e të lagësht dhe me verë relativisht të nxehtë e të thatë. Temperatura mesatare vjetore varion në 10-12 gradë Celsius. Duhet të shtojmë se kjo është zona me rreshje më të mëdha vjetore, me një mesatare rreth 2000-2500 mm shi në vit, ku rreth 67% e tyre bien në stinën e dimrit. Sasia më e madhe e regjistruar për 24 orësh është 204 mm shi. Pavarësisht nga relevi i ashpër me thellësi e dendësi coptimesh, bota bimore dhe shtazore është e pasur me përjashtim të greminave të thella. Ujërat e kristalta të liqenit, majat e maleve që gërvishin qiellin, legjendat, ujvarat që bien potershëm në liqen, shpirti bujar i banorëve të këtyre anëve janë ndjellës për cilin do që kalon në këtë zonë.